saga që nisin e mbaron. Po kjo është historia e një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje për gjithë juve që vazhdoni shoqëroni me Koa Vizionin dhe me Klan Radio. Po shpresojmë që keni pas ditën e mirë, po shpresojmë që keni pas ditën me pak punë, edhe e keni shiu. Përndryshe për juve që keni pas punë mirë, ja keni pas që keni punuar shumë. Nga ky moment deri në orën 18 jemi së bashku me emisionin Drive Me Crazy me Fiona Xhema Troshupën dhe mua Timoni. Po ndërsa deri në orën afër orës 17 jemi në bashkë me Koa Vizionin, edhe ju presim për me bisedu për një temë të ditës së sotme, e cila është shumë interesante. Është një temë e rëndë që e prek rënd shoqërinë tonë në ditët e sotme. Ka përmendsimi para disa ditëve që do të flasim për këtë temë, nuk e di në bisede si përke me dikën prej dëgjuesve. Qysh e dini tashmë jemi në mesin e fushatës 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore në vendin tonë, me rast shumë organizata qeveritare, jo qeveritare, shumë institucione komunale qeveritare, shkolla dhe gjithçka tjetër janë duke mbajt takime, ligjërata, edhe kampanja ndërgjithësuese lidhur me dhunën në baza gjinore, diskutimet shumëta që po ngriten për këtë temë. Për këtë arsye, sot kena me fol pikërisht për babarazin gjinore në trashëgimi po ashtu, e cila nuk ndikon drejt për drejt në parandalimin e dhunës në bazë gjinore, por viktimave të dhunës u jep siguri, u jep mbështetje. Është një temë që është diskutuar dhe vazhdon të diskutohet, edhe ka të bëjë shumë edhe me mentalitetin e popullit ton, se pasuria ka qenë edhe vazhdon të jetë e ndarë në mënyrë jo të barabartë. Domethënë është fjala mes fëmijëve. Pas një nxe pak sot. Jo nxe, po e kena përvlu, kështu që tema për ditën e sotme ka me qenë. Përndryshe emisioni vjen i sponsorizuar, i mbështetur nga kampanja Bëje tënd të regjistroje pronën, implementuar nga ATRC dhe Qendra e Trajtimit dhe Burimeve për avokim në kuadër të projektit PIAKOS. Shkojna me këngën e parë një herë. Veç ta përfundoj temën, se nuk e përfundova. Tema, ose pyetja për ditën e sotme. Ma mirë me shku me këngë. Prona që më takon pabarazia në trashëgimi. Kjo është tema për cilën kena mi diskutuar, keni edhe në ekran, besoj ju që po na dëgjoni për na shikoni përmes KTV-s. Çka po dëgjojmë? Temë të e njoftë këngën. Rina me Lunin. Më na tregu për pjesë më të ngarkuara se ku i kemi 049978 është numri i telefonit që i pret edhe informatat e komunikacionit edhe telefonatat. Sa i përket komunikacionit në këto momente, qasja për të krethi i Çaklavicës është me kolon, pastaj e ngarkuar është hyrja në Prishtinë, po shihet me kolon nga AKI-a Tutje deri te udhkryqi i katedralës. Me kolon e keni pjesën edhe nga fshati Shkabaj deri poshtë Veternikut dhe rruga Agim Ramadani në drejtim për të udhkryqi i Menzës dhe Anasjeltas. Mos harroni se Petrol Kompani në Çaklavic në të dy anët e rrugës i ka derivatet më cilësore me çmimet më të mira. 1.20 e keni naftën, 1.18 benzinin, aty edhe mundri me u bë pjesë e lojës shpërblyese, sepse Petrol Kompani, se cilën ribushjet makinës që e bënin vlerë më shumë se 10 euro, e merrni një kupon, 22 kupona, 33 kupona, edhe mundri me u bë fitues potencial i veturës. Fiona. Yes. Ka orë telefonata akor. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Fiona. Përshëndetje në gjatë, si e? Mirë, faleminderit. Si e kemi peja? Mirë. Vjen mirë. Në gjatë besoj e të gjove edhe prezentimin edhe timin edhe cimit, sot kena me fol për pabarazin apo pabarazinin në trashëgimi edhe rëndësinë e regjistrimit të pronës njëkohësisht. Se kemi shumë familje, kemi shumë nga rrethi jon që ende nuk e kanë të regjistruar pronën, edhe po dojmë ditë pse nuk është regjistruar prona, cilat janë vështirësitë, apo ndahet prona në mënyrë të barabartë e të tjerë. Tregom ti për vete. Sa është e rëndësishme për ty me pas pronën e regjistruar në katastër? Do prona në mënyrë të drejtë, Fiona. Ti personalisht a e ki pronën e regjistruar me mas pari? Nejat. Uno. Ti personalisht a e ki pronën e regjistruar në katastër? Po. Në emër të kujt? Në emër të
babas me kalon si trashëgim neve. Ne jemi 3 vllazë dhe 1 motër. Halo, se pas Ne ke ndo. jemi trashëgimtar të kësaj prone. Ju të katërtit jeni trashëgimtar, do me thonë të pronës që e ka lënë babai juaj. A është ndarë në mënyrë të barabartë ose apo mendoni me ndarë në mënyrë të barabartë? 4 pjesë të barabarta. Është ndo 4 pjesë të A barabarta. është ndarë në 4 pjesë të barabarta? Diçka me babës është halo. Jo, Apo thuç ashtu? jo baba tha na ka lënë trashëgim neve Baba fëmijëve. ne kalon arsimin ne kemi trashëgu. Ah, okay. Ta e kanë trashëguar. Se ta më herët në emër të babës, që ashtu e dëgjova unë. Ka qenë sigurisht, ha? Po ka qenë, po. Ka qenë në emër të prindit edhe tash është në emër tuajin. Po. Edhe është ndonë 4 pjesë barabarta. Çka është më rëndësi? Me rëndësi është që në motër nuk e keni Bravo. sepse edhe Kurani marrëdhënie, mas jem të ledu momentanisht edhe Kuranin ko pas kohë, thot që femna është e barabartë në moshkull. Faleminderit Nexhat. Se ajo nuk zbatohet njëtë gjithku ajo është çështje tjetër. Çka pas ke probleme Diçka me telefon, sot se pak di. po e kuptoj, urrej që dhe dëgjuesin tuaj një mirë ose ju në ekran nuk e di apo e dëgjoni mirë. Nexhat, faleminderit shumë, me rëndësi e morëm përgjigjen çka na interesoi, që prona është ndarë në mënyrë të barabartë mes 4 fëmijëve. A di që shumë Ka erdhi që mesazh. rëndësi. Po e kuptuam na, po është problemi i Viber, domethënë që si numri, tha po i shkon fionën zonin si me kon tuknu lopi ja shaferizoja. Di që ja shaferizoja. Apo më shkon zoni mirë? Çashtu i shkoj ke 2 herë. Po, ka njerë po ka problem me Viber që domethënë ose e lojnë loudspeaker ose çapo di me kufje dhe kjo bën që me interferu zonin. Na në kufje i dëgjojmë më mirë dëgjues. Po para mendoj dhe neve na sillet, mos e ke fiona 3 herë edhe mu. Kështu që mi murr met. Fiona. Fiona, Ona, dëgjom. Enza Home në Çaklaviz kilometrin e 6 drejtim Ferizajt, për juve që nuk e dini alo se ku e ka atë showroomin e mrekullueshëm. Ka zbritje deri në 50% për juve që po mendoni me blet diçka prej mobileve. Gjithçysh me shku deri tek Enza Home i pa gjithë ato mobilet dhe aksesorët e mrekullueshëm. E të njëjtën kohë i keni edhe ata shbetting për juve që po mendoni me pas atë dyshekun pe dini ama i forta ma i buta ne knej. Tek Enza Home Çaklaviz kilometri 6 drejtim Ferizajt ose Enza Home Kosovë. Po presim telefonat apo dojna me ditë për temën e ditës sot me prona që na takon paparazia në trashëgimi që bëhet, se pata edhe një mesazh pak më herët prej Florimit, tha këtu jam viqës po fölsha për temën sot. Thash bashti duhet me thirr, edhe unë mendoj që duhet me thirr edhe këta prej diasporës se her pas here është bo paparazi edhe për ata. Dinajt se ju jeni atje na këtu edhe që ashtu ka pas shumë raste ku më dëgju se cili kena ka një familje, mos thojnë ata që jo se kena, po se cili ka mujt me ndëgju të paktën një rast tillë që ka pas probleme tilla, ka këshyr hajtë se mos po ma len ky adin krejt se ky atje unë këtu. Edhe qysh qëndrojnë me regjistrim pronës më intereson për diasporën, se e di që vinë shumë rrallë dhe kur të vinë është një mori dokumentesh, procedurash që duhet me i tejkalu, e që është pak e vështirë se pothuajse gjysma e pushimit që shkon të u marrë me procedura administrative, kështu që i lojnë kanë janë anash. Tash po mundohemi edhe shumë organizata si kur kjo për cilën edhe po flasim sot ATRC-ja shkurt me Iran, po mundohen me dhënë ndihmë juridike falas për me i kry sa më shpejt këto procedura, edhe me botanën, me regjistru pronën. Hajde telefonata Rollës, alo, përshëndetje. Përshëndetje dhe juve. Kush ta përshëndetni, zonjë? Një zonjë nga Lapi. Si edhe si kalon? Mirë, shumë. Qysh e ke pas ditën sot, zoj? Mirë, shumë akon dita. Tema është prona që na takon, paparazia në trashëgimi. Mas pari po duhet vetë ty personalisht, do më thonë e di që e martume, edhe a ke marrë hise prej atje, ku je ka? Ju edhe shumë është gabim. A është gabim? E pse s'ke marrë hise, pse s'ke kërku? Çka ka ndalë? A ti që ki drejt me kërku, ke pas drejt, tash të ka kryer. Në atë kohë para 40 vite po menoj one, kur jam nda vllaznia e ka ndonë 4 pjesë, 4 vllaznia. E tash sa ta merr mendja ty personalisht. I na kon 6 muta, tash i na vestri. Ama kur është nda pasuria, në kohën kur është nda pasuria, the mes 4 vëllezërve. Po pa motra. Pa motra, jo pa motra. Motrave ju. Absolutisht. Kush e ka marrë këtë vendim, po më intereson. Po plasht atë hershit. Po kush plasht? Baba, nona, vllau, vllaznicë, që shumë e rëndësishme tregu. Baba. Vetëm baba, se jo as nona s'ka marrë pjesë as na motrat as kurkush. Tash tregon ti se ti te kokë djeg, domethënë, pas ka djeg po. A ki vajza? Unë nuk kam vajza, unë kam vetëm 3 djem. S'më shamë ta bëj pyetje se dashta me ditë. Po për ndryshe çysh e keni vendos me nda trashëgimin, nëse se keni nda ala. A keni vendos me nda te 3 fëmijët njësoj apo çysh?
Po, unë mendoj për mendimin tim është më do njëjt pasunia. Po t'ja e din që mundesh, domethënë ki drejt se s'mundet kur gjo me shit burri jot ose me ndru, pa kanë edhe ti aty me nënshkru. Normal, ç'ashtu. Se ti mendon, domethënë punë kryme kjo. Po ç'ashtu është. Ama duhet edhe vjen me mja do hisën e vet, po edhe dy prindë mja lën hisën e vet. Faleminderit shumë që na ke thirr, po të përshëndes, po të urej një mbrëmje mrekullueshme. Gjithashtu do në juve përshëndes me gjithë. Faleminderit shumë se po duam ju tregu, po duam ju tregu, nëse kum rregullu sot, po s'po guxej as me menua ne. Mos rreziko. A ti tregoj unë për seriozisht? Jo, ti trego, hajde trego. Jo, Nalo çatu tani në fund Nalo. Po duam ju tregu që fund viti po vjen, festat po na afrohen, edhe besoj që shumica prej nesh jemi duke i bublerjet, mos i lojna moment fundit. Mi bublerjet për festat e fundvitit, ku kena me i prit festat bashkë me familjen, me shoqënin. Kështu që shkoni në Serious Wine ose në dy dyqanet që i kanë, njërën e kanë në Albi, tjetrën e keni në Pejton, ku i gjeni 2200 lloje të verërave edhe pijeve të tjera festive, ose keni mundësinë edhe më të mirë me porosit online në seriouswine.com. Nga 1 dhjetori deri me 31 dhjetor, komplet muajin keni me pas 30 deri në 50% zbritje. Kështu që shfrytëzoni edhe kënaquni, festoni në mënyrën më të mirë të mundshme me Serious Wine. Përndryshe e kemi një rekomandim me Cimin. Unë Cimin ka rekomandu mu. Cimin ka rekomandu Taranin me e përdor. Është një super vin franceze, po. Ka të bardh, ka roze, ka të kuqe. Në 3 llojet nga Tarani. Edhe duhet gjithçysh me të trijat. Po të trijat ka pak, veç mos e tepër. Çe telefonata tjetër. Wine tasting që i thonë. Alo, përshëndetje. Ç'po një çaj. Kush çaj tasting. Alo. Kush me përzin çajin? Lohen, te përzin. Alo, kush na telefonon? Po çoj. Po të çojnë, po kush po na thirr? Hajde prezanto. Naser, po preton me kallë. Naser, hajde. A je mirë, të boft mirë. Po, faleminderit se kem vetë. Po, no. Ana dëgjove për çka po flasim sot. Po. Po mundohemi edhe një herë mi u rikujtu të gjithëve rëndësinë e barazisë në drejtat pronësore. Kjo nuk do të thotë vetëm barazinë mes fëmijëve, po sigur rasti që përmendi edhe Cimi, edhe gratë, do me thonë, nuk kanë pas zë apo të drejtë me dhonë mendime apo vendime se qysh me unda pasuria në mesin e fëmijëve. Kështu që, Naser, ti a e ke regjistru pronën? Unë pronën e kemi qysh në kalon baba dhe këm ble, pa me të vërtet nuk e kemi namën tonë, kështë të kushëreve që nda që vjetër shumë problem. Do me thonë është krejt e shpërndar, ende nuk e keni qitë mbi vete. Nuk e shi kushëreve edhe do me thonë nuk e kemi namën tonë, veç do mund t'i ke pronë që ke ble, për shambull edhe... Ka ende prona që në emër të ish pushtuzve tanë, do me thonë, që ende nuk jem përkthy. Pse keni lënë kështu Naser? Pse nuk e keni rregullu këtë pjesë? Po s'më në reguller se ta i lu dhe ndolë për shambull në Prishtinë dhe ndolë në përpëdjeve, ata e ndeke ta shpretoj me i dokumentacionit atyne. Vesh po më menje që to kom kërku edhe unë edhe në Kovetin Komunal në Podje që me morë dhe pilot projekte dhe më thonë gratis. Po? Nga i Kosovën edhe me dalë në komisionin zde fshat, një au përkryje edhe ka interesin na si komunitet, edhe komuna ka interesin se përfiton të atime. Mirë, pas ke mendu. Po tregom nëse përfundon kjo pjesa e regjistrimit me përkthy pronën në emrin tënd, qysh ka mundo? Pasuria që e keni trashëgu prej prindërve? Unë mas por kam një vëlla dhe një motër. Po? Jeni 3 fëmijë. Ku ndo me vëlla, o qilu edhe motra, edhe i kom thonë edhe tek një hisë këtë legjërisht takën. Po. Aja nisi bile dhe me kojë, tha vajtë zotin më së bohë, se këtë e mërë, tha ta më qështë edhe më bohë, ta shëri mirë. Në vetë kje vetë më menduë, këto kam seriositet, tash në seriosisht, tash nuk për, ta nështë me logojnë, tash po kemi morë, tash shkisën. Unë i kam 5.000, për shamë një hektare gjysh, edhe vojta u kom thonë që më poja u vojta hisën se djemve. Pa barazia gjinora, apet. Jo nuk pasja u do t'jemve, po vajzave më skuari. Unë pa kam atë, kështë më përpoja u do vojzave hisën se djemve. Ishte me qef. Okej. Se vojza për familje është me, është edhe me afrëm se djemve. Dhe më thonë pronën që po e trashëgoni, falcim. Si pas mendimit tëm. Jo mendimit tëm, pa e ke marrë këtë farë iniciative për me boq ato.
Se petita që kanë erë nga kushton zërë, kur gjo ma shumë. Unë e kom qitë këto, kom biseduar me kretarin, është Petin Bulicin, që është e mirë, edhe gjatë të këtyne zgjedhjeve që kemë, dhe është e mirë, na si komunitet është kemi këtë problem, se ka këtyn katun, që 200 vjetë që ka blet tokën edhe nuk legalizu halohet, dhe më thonë është në më të tërkona. Pra një farë njëri ke kërku ndim prej komunës që mi përshpejtu pak proceset. Dohet me bo një pilot projekt gratis, edhe me do mi përcyje, edhe të lej me bo, me të të me të atëre. Ndëgjëm, bashkë për qitë punë është kampanja, do më thonë për katastër, për me këshu mund është me registru pronën, këshu mund është qajo tokë që ta konë ty, për me registru, kështu që e kita është mundësi për me marë krejt informatat juridike falas. Krejt që ka do është me u interesu, me këshu që kampanjën bëje të ndën, edhe me anis me registru pronat që ju takoj njuve mas pari, tani mi javë qitë fmive. Faleminderit shumë na serë që na ke thirrë. Ska zotësim, kalon një mirë. Faleminderit shumë, do të punëbor. Faleminderit shumë. ATRS për ndryshe ka bashkëpunuar edhe me disa organizata tjera që kanë dhënë ndihmë juridike falas. Unë thashë edhe atë ka pas kampanja, ka pas reklama që kanë shkuar edhe në radio për ndihmë juridike falas për regjistrim të pronës. Kështu që hulumtoni, ju lutem, edhe gjeni këto organizata edhe merreni ndihmën falas edhe informacionet edhe çka do që keni nevojë. Se ka një herë dim edhe na me ngec për shkak të mungesës së informacioneve rreth procedurave, çka duhet mbo hapa të më të tjeshëm e të tjerë, po është edhe ajo tjetra që thana seri, nuk mundesh mi bo bashk për me dhonë në shkrem. I ban. Po, nuk është e pa mundur. Në telin me vetin kërë, edhe i shkon her njën e kërë tjetrit. Mundet mu bo kjo punë. Pak me të mirë, pak me të keq. Jo, vish me të mirë. Besëm që da shkon në tërë që do më thonë, kime pagu ekstra, po vje me ty edhe shkon të se cili edhe krym punën, është shumë e letë. Prej për para që u dosh me shku veç aty të zyrja. I ka 3 super pako për juve që jeni me para pagim. Tip mini, tip super dhe tip max. Tip mini i ka 200 minuta 100 SMS 3 plus 3 GB. Tip super i ka 300 minuta 100 SMS 8 plus 8 GB që vlen Ballkani perëndimor. Dhe tip max me mas shumë tip 500 minuta 100 SMS 15 plus 15 GB që vlen në Ballkani perëndimor. Mos harroni edhe ju që po delni jashtë, keni pakot për internet për Evropë dhe Amerikë, edhe keni çmimet më të lira se sa këtu e simat. Kështu që shkoni tek njëri prej dyqaneve tip, ose edhe merrni këtë informatat e nevojshme. Alo, përshëndetje. Okej, pas ka shku, s'na pas ka prite, posh që na thiri dikush, po e pas ka ndërprej. Nejse Labi na ka dërguar një foto, po na tregon, po thot treni Arsim. Faleminderit shumë Labi, Anita pak zonin, po ketu fol Fiona kur të fol baja gjesi treni është, ke pa kalere. Çote me trenin. Por ndryshe kolonë është. E kanë dy dritare tregoj Labi. Fale fajin mu. Po jo, për meni va pak, edhe doshta me për men Labi, po ket serios tu fol, jo si pengova. Çasja për të krethi Çaglavicës me kolonën sa për informacion aksidente që kanë ndodhur për me shku tek rrethi Çaglavicës, nga veternikulart me kolon për mirë qasë rrethi Çaglavicës, dalja autostradës me kolon për në fushë Kosovë, pastaj po mbetet rruga Agim Ramadani me kolon për tek rrethi për tek udhkryqi i Menzës dhe hyrja në Prishtinë është me kolon gjatë deri tek udhkryqi i Katedralës. Alo, përshëndetje Viber. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ju përshëndet Agimi. Agim nga na telefonon Agim. Nga Düsseldorfi. Si jo Agim? Mirë, faleminderit. Ju ajni mirë apo loni? Si e kena Düsseldorfin? Vrant është si avin. Vrant, edhe atje edhe këto që ashtu vrant është, po shi nuk është. As këtu shi s'ka, po vrant është vrant. Hajde Gimo, hajde tregom të lutna për pronën, a e kitë regjistru me pronën në Kosovë. Bash për pronë thira. Hajde folna, hajde tregona. Se po dojna me dit, a e kitë, a kam bo pa barazi në trashëgimit e te ajo? Jo, s'kam po pa parazi, po e kam në do trull në Vranjevc. Po në kodrë trimave? Që 10 vjet, që 11 vjet në vërtet, e kam lënë në gjyq kur farë informate nuk u mepin. Do më thonë pas ka shku deri në gjyq, me rëndësi që pas ka hes Landa. A ki përfasus ligjor që mundet me të informue? Po, a ki na i farë avokati që po mirët me atë? 2 avokata 2.000 euro e kom pague. 2.000, pak, a den të ja bo pak, jo se di që shë kjo po. Tregom, do më thonë, kemet pa e registru pronën. Që 10 vjet e kam 11 vjet, po bon në qërshur që Landa u met në gjyq. Landa është met në gjyq. Për ndryshe, a ki pronë që e ki të regjistrume, që e ki të rashëgimi edhe e ki të regjistrume? Jo, s'kam pronë, që ato, kam që ato... Edhe që ato. Edhe që e pas kamet, kërka. A tje në Gjermani? Gjermënia kemë balesën këtu. A është e jotja me qëra? Jo, me qëra. A me qëra, okej.
Do më thonë ti vish i pas ke punës avokatit, punës gjykatës, apo shpresojmë që shumë shpejt. Unë dëgjoj se pikërisht edhe emisionin sot e kena bërë që për me mujt jo me këshyrë që ta për shka jena tu fol për prona, edhe me marrë informata sa ma shumë më interesu me marrë sa ma shumë se merr një këshilla juridike falas që është shumë me rëndësi. Ju ditë më tregu çka duheni me bë. Është shumë me rëndësi, kështu që po të falenderojna shumë dhe po besojna që ky emision ka me bërë shumë mirë për shumë familje për me mujt me u rahatu. Inshallah po diçka se Faleminderit. Kur i pagojnë 2.000 euro e ses londa e s'ka nën gjyq. Aty po. Ka njerë u bë puna me marr avokat për avokat. Faleminderit shumë. Pa presion do të besoj se më ndru avokatin krejt. Po, më ndru deri sot krye puna, tani më marr me vesh me këta. Faleminderit shumë. Hajde kalojshi. Faleminderit. Puna ka njerë edhe te avokati sa atje vish ta bojnë londën edhe ditën e mirë. E shojnë që s'është urgjente dhe veç e palojnë te një fjok ma poshtë. Kolon shumë e gjatë nga Shkabaj deri poshtë Veternikut, po shihet kjo pjesë shumë e ngarkuar në këto momente, pastaj po mbetet e ngarkuar edhe Fushë Kosova nga hyrja deri tek rrethi i Fushë Kosovës. Këto janë informata që po vazhdojnë e po arrin 049978 ne po presim me na tregu për secilën pjesë komunikacion kudo që jeni se ku ka kolon, cilat janë pjesët më të ngarkuara, ja telefonata. Jo. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Kush telefonon? Emine Pazlion nga Filanda. Përshëndetje Emine, çysh e kemi Filandën? Mirë, shqyr mirë, përveç afrimit nuk e dishin aty dikush nga Finlanda. Mirë me thonë se super. Emine, po flasim sot për paparazinë në pronë, të drejtat tona, edhe po mundohemi me ngri sa më shumë vetdijen për rëndësinë e regjistrimit të pronës në katastër. Bash për çeto. Tregom çysh qëndron ti. Për çet pyetje jemi tu ju lajmëru, sepse jemi në gjyq që prej 2016-ës e o boni pa drejtësi burri që ka bo që po ndërprej Emine, kur thun na, a i bjen familja jote e bashkëshortit apo familja jote nga ana e prindërve? Jo, familja e bashkëshortit. Po, për çka jeni në gjyq? Për pronë, për tokë, se ka bo një farë këtë shkuptimi janë bo, e ka qitë vllai i burrit e ka qitë pronën namën dë vetin, edhe na për 2016-ës jemi në gjyq, sepse aja tu kukon që shpitët e nishës e blene, a i ka shku edhe në 2009-ën e ka, në 2010-ën në vërtet. Edhe si pa hiri e ka qitë në mërt vetë, a? Jo si pa hiri, po e ka qitë tamam. Tash do me thonë ju jeni në gjyq me vllaun e bashkëshortit, po tregom kur është trashëgu prona nga burri yt edhe nga pjesëtarët e tjerë të familjes, çysh është nda? A është nda barabar për gjithë? Aja, qëre, na sipas kanunit e kena dhe me dëshmitar, e kena pas ka 6 ari për person, edhe e keni një motër e kanë Shqipëri që i ka dek vjeri, kur ka dek e ka lënë ciken veç 1 vjet, edhe aja ka pas pjesë aty, po ky masa në 2009-ën kena bat marrëveshje, në 2010-ën ai ka shku e ka bo bortjen pishkavit e ka qitë në mënd vetin, edhe tash po thot se unë e kom blenë 2010-ën, e na jena në gjyq. Okej, do të jeni në gjyq për mashtrimi me i ra kështu shkurt. Do të thonë edhe për pjesën e juaj, për pjesën e kunatës po i bjen apo jo, motrës së bashkëshortit, ata bëjnë një pyetje. Orna. Ty atë kanë vënë hise. Ata tot. Nga ana e prindërve tu. Familja jam. Un jam shumë mirë njerëz që më kanë ndihmu vllaznit për atë kanë vënë hise, mos u ndërpi temës, mos u më. Nuk ku marr as nuk du me marr. Atë kanë lut me marr. Nuk du me marr thot. Okej. Nuk du me marr se më kanë lut. Po. Mirë. Ç'kjo është me Po, rëndësi? më kanë lut mirë, unë nuk kom thonë jo sepse më kanë ndihmu. Okej, po anes pojna, po nëse ty zdon ajo është krejt normale. Emine, faleminderit shumë, edhe historia që e ndave me neve është e përbashkët me shumë familje shqiptare, të cilët për shkak të pronave edhe mashtrimeve të tilla kanë kriju probleme, domethënë pa numërta mes familjeve. Që kjo nuk du me marr. Është pjesë e mentalitetit tonë, është pjesë e mentalitetit tonë. Ato te edhe nuk është kur gjë. A din që trashëgimtar të pronave në vendin tonë janë mbi 80% burra.
Ma shumë se 80%. Ma shumë se 80%, sipas statistikave të fundit, janë vetëm burrat që përfitojnë nga trashëgimia që u trashëgohen nga prindrit apo kushdo tjetër. Domethënë vetëm 20 janë gratë, edhe shumica, numri më i madh, nuk marrin trashëgimi, nuk përfitojnë nga trashëgimia, me idenë që mos mu prish me vllaun, mos t'i dhnohemi, mos krijoj probleme, nuk ka çka më vyn mu, se kena pas një herë një tim diçka tillë, edhe ka pas pasuria që i takon motrës i shkon dhëndrit, ndërsa pasuria që i takon vllaut i shkon nusës, nuk ka problem. Jo. Gjithmonë flasim në kuadër në suaza kur ka trashëgimi, kur ka çka të trashëgohet, kur s'ka çka aty, okay, është shumë e kuptueshme, por Toyota. Kur shkoni në Çaklavic, mos e përmeni. Tu shku në Çaklavic, kthehesh knena. E ki aty venin nën kalimin kthehesh. Si kthehesh, e ki më mas petrol kompanisë aty, e ki Toyotën. Edhe mundri mund dal aty. Tanë me çfarë trashëgimie. Edhe po, edhe ajo. Me fëmijëve veturë hibride. Po pishe, edhe ajo është mund të më thonë që po ta la veturë. Po mre bën dhurat. Mos harroni ka shumë vetura të mira në super zbritje, mundri me zgjet veten sigurt para se me shku me ble. Çfarëdo veture, veç ju sugjeroj me shku deri tek Autotrade me i pa veturat Toyota edhe me marr një ofertë. Përndryshe se cila vetur Toyota vjen me 10 vite garancion. Hajde edhe një telefonat para se me shku në Albi Mall me këshyr pak shako të reja atje. Alo, përshëndetje. Alo, shërbet vita, 5 vitre Sinone. O Sinan, si je, si kalon? Shumë mirë. Kret Sinan atjo që shtu zonin pushke keni. Po, normal. Ti Sinan vlla Saliu e këta tjerë, po. Sinan. Ola. A pishet e më për shka po flasim? Shumë mirë, pesho. Edhe tregon pak për a ka mbom në e farë pabarazien trashëgimit e ti? Ja, ka shku për ta krejt, që shumë ndorë si jenë penzion për ta, edhe trashëgimi ja shku për ta një krejt. So antar familjes keni qenë? Po vetë prej, suni jam gërbet, vetë këm bli të kënë lagjet spitalis, shumë gërbet që orë. Po fjas prej baba, nona, prej familjes. Ja, baba, nona, jo, po vetë e këm bli. Edhe mo që fili këpa ndërtimi, urzu e shpia, kom orë 4 banesa në lokal, 3 fëmijëve kam 2 djemë në nivojt, ju kom orë ka i banes të 3-ve, vetë në shoqin e kom orë një. O ta një fshat mirë. Që në lokalit, veç pak e lokalit. Ti s'ka na përmene që. Në regullo, vetë asim. Veç urna. Veç është një problem që i banesat kanë dallim 1 metër me 1 me 2, do më të së në dojë që bashkë ashtu perfekt. Me vizore s'mon që shukaro fëmijëve, do më kanë dallim pak me 1 metër e gjysë, s'fa bojnë të mëve. Që ka marrë me i tras pak badoja, qika të tjemë. Banes vete komon me bashkërtën edhe u krye. Diçka po du, se do më thonë e përmene edhe një diçka që është shumë e rëndësi, se shumë shpesh prind tonë, do më thonë i bojnë do që si gabime, që s'kisha pas qef mi bo, edhe kur të ndojnë, kur të ndojnë pasuria, do të kilon diçka dhe vetës. Po, kur ki pasuri që mundesh me ndo, është shumë mirë me ndo barabart. Me ndo edhe vetën me shti, do më thonë edhe prind me shti vetën. Vetën e kumësijune me... Bravo. Me bashkërtën e kumoni banesë, edhe 3 fëmijëve kumon banesë, do më unë kejnë regull. Sinan, me që e përmende këtë pjesën e shtëpive tokave që janë kthy në banesa, unë e kom dëgju raste të vërteta që disa vëllezërve i kanë taku ka 15-20 banesa, se kanë pas shumë tokë. Edhe është ndo barabart në mesin e vëllezërve, ndërsa vajzën e vetme e kanë lënë pa as edhe një banesë. Këta vllaznia se kanë marrë mundin me thonë. As edhe njëri nuk e ka marrë mundin me i dhonë. Ku pos pasori, kum bletë, do më unë qatë ku pos për kipa Po flasim për hektar që gjysma e ndërtesës si ka taku, do me thonë. I bjerë mi pas po një 30 minimum. Edhe as edhe një nuk ja kanë lënë motrës. Okej, bravo. Kom të gjuhë rast të vërtet që tu bashkë në Prishtinë. Di, kom të gjuhë edhe unë qashtu është, amone ku posën mundësin 3 banesa, ka morë fëmija të 3, ka një dhe një vojzë, njëjtë ka morën edhe 2 djemë, të edhe unë më bashkën të gënatot të skoti të faleminderit. E pas kësë qaru këtë pjesë, gjithë shka të regullam. Kur të vjen Fiona ta qëtë një kafe në Albi Mall, faleminderit që na thire. Jo, po shëndet, hajde me njerë e kalofshi mirë. Hajde me njerë me që dhe ti kalofshi mirë, po shkojnë ati në Albi Mall na pak.
për në vendlindje me zemrën plot dhe mendjen tek e ardhmja. Sjellë kursimet në Banka Raiffeisen dhe përfitoj interes preferencial për depozita me afat. Besoj kursimet e tua bankës së sigurt me tradit mbi 139 vjeçare. Askundsi në shtëpi. Banka Raiffeisen. Make it happen. Kjo është bota për jetimin jetësor. Për jetimin që na ka ofruar shumë. Na ka mësu e qysh mu vesh bukur, qysh mu dok tri kur i bojmë 2 vjet, e qysh mu dok serials kur duhet, qysh mi kombinu ngjyrat, e qysh mos me pas komplekse. Na ka pru premierat e filmave në ditën ditë me krejt botën. Në fakt, na ka pru botën Kosovë. Na ka mundsu mos me pas nevojë me kalu kufinin për me bleni setër të mirë. Shkallëve ka me nejt, e lojt ma interesante që ta shilujmë krejt. Na ka kriju shprehje me familje mos mja huq as një vikend. Na ka mësu me bë dhurata speciale. E me kalu kohë kualitative me fëmijë. E me gjetë ushqimin më të mirë e më të freskët në vend. Që besa edhe online me porosit. Me padurim me prit Black Friday në ndorë. E ndjetor me dhurata me i gëzuma dashnit. Shumë qka në kam su. Po mas shumë ti. Na jemi mësu me to. Albi Mall, gjithmon vendi familje son. Mosu më rëzit në heq në bankën tep, kemi marrë kredi për darsem, po martohemi, po shkojmë muajnë e mjaltit, edhe kështu do të krijojmë kujtime të reja. Drive Me Crazy, në Klam Radio dhe KTV. Jemi rikthyer edhe njerë, ju rikujtojmë se Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës ka super zbritje të derivateve. Për juve që doni me rimbush makinet me derivatet më të cilësore, që bëni më shumë kilometra dhe me çmimet më të mira, shkoni në Çaklavis, e keni një 20 naftën, një 18 benzinën, edhe bëni pjesë e lojës shpërblyese, sepse secilin rimbushje të makinës vlerë më shumë se 10 euro, merr kuponin, 22 kupona, 33 kupona, edhe mundesh me qenë fitues potencial i veturës dhe jo vetëm, ka dhe shumë shpërblime të tjera që po i dhuron Petrol Company. Kolon dalja e autostradës në fushë Kosovë, kolon shumë e gjatë Mjuqas rrethi Çaklavisës, që tash janë kanë mundësi mund dal aty me marr derivate, se edhe apet aty e nxojnë ranin, se nuk lëviz, nuk besoj. Pastaj kolon është edhe hyrja në Prishtinë, po shihet nga kazerma Demi Ashari tutje deri te Kudkryqi i katedralës, kolon rruga Agim Ramadani nga komuna deri te Kudkryqi i Menzës dhe Ana Sjelltas, kolon është rruga Tirana nga stacioni i trenit deri te Krethi Duplex. Të janë dhe informatat e radhës që kemi pranuar 049978978. Ne po vazhdojnë apo ju presim me telefonata, apo dojna me ditë për pronën që na takon për barazin trashëgimi, po dojna me ditë se qysh i keni nda, a i keni nda, po barazi hiq. Po dojna veç që tu mi ditë, a keni mendu në herë që edhe nëse definitivisht prind të ju i ka mujt me thonë, po dojna mi anda ju me shku me thonë, hajde se motrën po ta afrojna, ose Ana Sjelltas, se thash edhe ka dhe prej diasporës që ajtë se aja është atje në rregull, merret ti krejt djali jam që je këtu. Spari apo i regjistroni pronat, shtrohet pyetja, apo i keni çashtu që na seria kushta që i kemi të shpërndarme domethënë për kojshi, në për familjare, në për njerëz që sjetojnë më e si janë këto muaj. Me katastre, me është shumë e rëndësi me pas pronën e regjistruar, sepse është një barë që i hiqet edhe fëmijëve në të ardhmen, se ti sot jeni sërsje, kështu që kush do të më marr me atë pjesë. Edhe a disa problemet dalin pastaj nga mos regjistrimi. Alo. Mirë mbroma, Batir, përshëndetje. Përshëndetje dhe për juve. Qështë kemi? Batir, boft mirëci. Om knoqi. Batir, po flasim për paparazin në pronë në Kosovë, për trashëgimin jo të barabart, edhe për rëndësinë e regjistrimit të pronës. Se thash ma herët që përveç se çdo person, mashkull, femër, nën, vlla, motër, kanë të drejtë në trashëgimi, është shumë e rëndësishme që gratë të kenë trashëgimin, pjesën e tyre, si një mbështetje, si një siguri në rast se përballen nesër mas nesër me dhunë fizike, psiqike të çfarë do lloji. Batir, tregom ti personalisht çysh e ke nda pasurinë. Edhe ai kit regjistruar në kadastër, shtrohet pyetja. Si mas pesë islame janë 2 motra një vlla. Ti çysh ke bo? Ti çysh ke bo, po na intereson. Une kur e jena do na 4 vllaznia. Po? I kena pas edhe 3 motra, e pe
ju met veç vetëm unë të tjerë kanë shkue. Po? Jena shkue në gjykat. Po? E kena bo trashëgim min pej babe, pej nane, e kanë dek, e kena këthyë tokën mi veti. Mbi kën? Mi vllaznin, me njëherë e kena bo e motrat? Në bamjen. Edhe I kena thirë 3 motrat, se edhe gjykat që ka thonë pakon 3 motrat. Pa në shkrimin e tyre nuk bëhet kur gjo, pa tjetër. Edhe jenor 3 motrat, edhe na 4 vllaznia, e na në gjykat, e kena buk pa motrat I veti, apo doni me marr hise. Motrat në moment shpejt thanë jo, ta dilni jashtë edhe njëherë, bisedoni, konsultoni, e mendoni edhe hini mrena. Po? Ju ka dhënë domethënë edhe një shans të dytë? E u kujtuan edhe u kthyen përsëri, pa jo na do me lon hisën te vllaznia. Atëherë ne kena bo pjesë, 4 pjesë token vllazmit gjithë barabar me gjykat. Po. Kur jena ardhur te shtëpia, e kena do me gjykat, I kena qit 4 numra kujt cila pjesë po I bjen. Edhe trollit, edhe shtëpiave, edhe to. Qa me puna e motrave ka thënë? Kanë refuzu me marrë trashëgimi, po kanë refuzu, nuk deshten me marrë, thanë t'jelon të vllaznia. E tash trashëgimia jote, e trashëguar nga prindrit, çka do që ke ndërtu gjatë jetës? Qysh e ke nda në mesin e fëmijëve të tu? Nuk e kom do ende. Pse? Se një djale ka në Gjermani, ka në shtetësinë gjermane, nuk po dënë me qitë pasunin një veti, edhe këtë djali tjetër tha mas I spjeqet aj, edhe unë spjeqet, tha qëtë e mi këtë djalin që jo këtu, se nas kemë probleme. Po do me hek dorë nga trashëgimia, po I bjen qashtu? Jo për momentin, se e ka maru e shpine, ja kum do trollin, ja kum lonë, po nuk po vjetë, se po thetëm qesim tatim pronë edhe në shpi ka. Po do me hek tatimi, do me thonë, obligimeve. Tatimit atje. Se ma qojnë të pektuit e tatimit gjermanmis, tam qesin gjerman, tatim për pasunin. Pasunin që e kam ka. Normal. Okej, qysh menon që ka me ndiku kjo në të ardhmen për fëmijët e tu? A une, jo, se I kam djenë, se a djali madhë që Gjermania ka maru ki djali të vogël shpinë komplet dherja ka rënë. Nuk tymani, kush ka ndërtu, vish po më intereson po të pjesa qysh ka me ndiku të ata njës mas nesur kur t'i sjema. Une e ku me nduë me shku të noteri, edhe me bo 2 pjesë, edhe me lonë testament, pjesën atinaj, pjesën e këtinaj, me ado në rregull. A ki vajza? Po 3 ato kanë hek dorë. Po ashtu kanë hek dorë. Nuk po dojnë vajzat. Okej, do me thonë është një mentalitet që po trashëgohet tash edhe te vajzat. Faleminderit shumë Batir. Po t'ja mendon që ju takon vajzave? Sigurisht që po. E po pse po hek dorë pra? Se s'po I përfshin në testament. 2 motra, një histe me vlla. Batir, faleminderit se të mundohemi me marrë edhe ndonjë telefonat tjetër. Të përshëndesim shumë gjithat mirat. Përshëndesim, falni se zgjota. Jo pak se ke zgjot pak. Është temë që kërkon pyetje pas pyetje, kështu që të kuptojmë. Faleminderit shumë. Fion, po se unë po foli, po shihni për momentin se ç'ashtu është puna, po shumë. Shikojmë për momentin, mos harroni nëse jeni të mendu për një klimë elektrike më shumë se sa klimat e tjera, tu e di, tu e marr parasysh faktin edhe për shtrëngtimin tash në sezonin e dimrit, edhe që ftojnë dhe ngrojnë njëkohësisht varësisht nevojave. Mos harroni Midea, përveç showroomit të Mideas, keni Midea pothuajse në çdo dyqan ku shiten klimat, edhe e kanë të integruar inteligjencën artificiale që nënkupton se nuk ngrojnë më shumë se sa që duhet apo nuk ftojnë më shumë se sa që duhet. Kështu që e detektojnë nevojën e atmosferës edhe aq kanë me funksionu. Kështu që kjo e bën me kushty deri në 30% më shumë energji elektrike. Për krejt që doli me blekët muaj Midea, vjen me super oferta, kështu që shfrytëzoni ofertat e fundvitit edhe përfitoni, pse jo.
Ti pijeni Superboc derisa të kallëzojnë diçka tjetër, po se të vym pak mu fladit, mu fresku, atë birrën më të mirë. Do të janë nisë me Portugalis. Sepse unë po duam ju tregu se në Swiss Diamond Hotel Prishtina ju mundni me shku dhe me organizu çfarë do eventi që keni, edhe kur të doni pasuri me thonë, hajde po mbledhëm një dorë mirë. Edhe po me pi Superboc plus asojna mundeni edhe mi shiu ato spate mrekullueshme, çfarë do eventi që doni me bë, çfarë do rezervimi që doni me bë, 038220000 është numri i telefonit për tek Swiss Diamond Hotel Prishtina. Na po mundohemi me marrë edhe telefonatën e fundit para se me marrë telefonatën e fundit në Viber, për shkak që ka pak problem, po pres na shta rregullohet në këto minuta, por ju tregoj se çësia të rrethi i Çaglavicës është me kolon, dalë autostradës është me kolon, pastaj Vetërnikun e keni me kolon, qenë ka për me ardhmë Vetërnik me kolon nga fshati Shkabaj, e ngarkuar është hyrja në Prishtinë nga kazerma Demjashari, tutje rruga Agim Ramadani me kolon nga Kryqi Menzës te komuna dhe Anasjelta. Sto janë informatat e reja që kanë arritur sa i përket komunikacionit, që ka me kolon edhe primyqos autostradës nga fshati Vragoli tutje, që ka me kolon deri në Bresje. Pas ka ndodhur një aksident trafiku atje, edhe pas ka bërë këtë pjesë ngarkuar në këto momente. 049978978, edhe për pak minuta po ju presim me na telefonu edhe me bisedu edhe për pak minuta, edhe 1 minutë 2 s'kena më shumë kohë, nëse mundemi me arrit me përmbledh për 1 minutë 2 telefonatën e fundit. Hajde, përshëndetje, kush na telefonon? Alo? Më thonë edhe telefonata e fundit, edhe mos me u koncentru në telefon, diçka sidomos këta telefonus që na thirrin që janë të rregullt fion, më çuditën se për ata që thirrin për herë të parë na shta mundën edhe me gabu. Alo? Alo, përshëndetje. Okej. Kaç sa i përket emisionit për ditën e sotme, faleminderit secilit prej juve për kontributin, për telefonatat. E dina që ish dosh me kon pak më gjatë emisioni për me diskutu më shumë, po shpresojmë që një herë tjetër për me bë këtë temë dhe me pas një ekspert brenda këtu, edhe me diskutu edhe me na dhon ai përgjigje mi apo dhe do pyetje edhe ju edhe na, edhe me na dhon përgjigje për secilin problem që e kemi sa i përket pronave, që nuk janë probleme të vogla. E dina secili prej neve kena çef ka pak a din mos me fol, po duhet me fol, duheni me ngrit zonin edhe me kërku ato se çka ju takon edhe me ligj. Faleminderit shumë, mos harroni me bë ata që doni me bë gjithmonë me shumë dashni. Faleminderit shumë për këtë përmbyllje të bukur. Faleminderit shumë edhe Advocacy Training and Resource Center apo ATRC që sponsorizon edicionin e sotëm si një thirrje për të regjistruar pronën edhe për të regjistruar pronën në mënyrë të barabartë është esenca, sepse kjo në mënyrë indirekte pastaj e ndoshta ndikon edhe në uljen e rasteve të dhunës në vendin ton. Statistikat janë friksuese, kështu që lutem secili të ngrisë zënin për të drejtën e vet. Faleminderit edhe një herë, vazhdoni që ndroni me Glamin edhe për një orë tjetër jena bashkë me frekuencat tona 86 dhe 102 FM.